Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur ëmbëlsirën tradicionale që nuk të zhgënjen asnjëherë, ka një shije, një aromë fantastike dhe përgatitet shumë lehtë. Kam përgatitur sheqerparët. Kjo është mënyra se si i përgatis unë dhe nuk të zhgënjen asnjëherë. Filloj me shërbetin. Në një tenxhere ose tigan të thellë do shtojmë 500 ml ujë. Do vazhdojmë me 300 gram sheqer, pak vanilje, 2 feta limoni dhe do ta vendosim të ziej. Do ta ziejmë 15 minuta nga pika e vlimit. Ndërkohë, në një enë tjetër do shtojmë një vezë të plotë, 3 të verdha veze, 200 gram gjalp dhe 10 lugë miell gruri, një maj luge me sodë, shumë pak. E punoj masën me duar derisa të bëhet një brum i butë. Keni parasysh që brumi i sheqerpareve nuk lidhet plotësisht, por mos u shqetësoni për këtë. I japim formën, brumi duhet të jetë i butë, të punohet lehtë. Siç e kemi përgatitur, do fillojmë t'i japim formën sipas dëshirës. Unë kam zgjedhur, formën më të lehtë, formën e topdhave dhe i vendosim në një tavë të lyer me gjalp. Nuk dua të harroj pa thënë se nëse jeni ri në kanalin tim, unë juftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Në sipërfaqe unë kam shtuar nga një gjysmë arre. Kjo është sipas dëshirës, mund të vendosni arra bajame ose edhe asgjë. Dhe do t'i pjekim në 180 gradë derisa të jenë gati. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili qytet apo shtet më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Kjo është pamja pas pjekjes. I shërbetosim. Shërbeti duhet i ftohtë, ndërsa sheqerparët të nxehta. Kështu do ta thithin më mirë shërbetin. Do t'i lëm derisa të përthithin plotësisht shërbetin dhe i keni gati për t'i shijuar. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit!